se i gjithë problemi, po të lexoni me kujdes reagimin e zonjës Spiropali, ndërkohë sot, si më thonë, duket si zgjidhja e gjithë problemeve. Pra problemet janë aty, por njeriu që mund të zgjidhë është vetëm Zoti Rama. Burimi. Po, jo është normale që mund të shoh këtu vetëm kështu personazhe të La Fontaine'it dhe këtë që bën Spiropali, më ngjan me të fabulën e Bret Kosës që i duke vetë se ishte një ka. Që në fillim të saj Spiropali flet në shumës por këtë përfaqëson, më duket shumë e vetme. Dhe bides në hyrjen e letrës të dënjëjes, me atë bën atë numrin për të na prekur në sedër që ishte për ta botuar këtë letër, por me qenë se shtypi hajtë e kërkonte dhe që bëri pak kështu, u dëgjua, morë vesh këtë për letër, po na bën dhe dhe për nda me neve, fillimi, por në të rast e flet në njëjes. Por pastaj kur lexon letrën, është në shumës, kush është këtë profesor? Më duket se titulli po ashtu është i gabuar, se në vend të propozoj një marrëveshje tre me Shqipërinë, Spiropali duhet propozoj një marrëveshje me drejtësinë. Sepse ndryshe nga Koka, nga Bidari, unë mendoj se ajo kësaj radhe shkon çik më larg, sepse kësaj radhe tani aty nxjerrë probleme që janë penale. Ajo njeh atë që PD-ja të prekosh, opozita të prekosh, që në Shqipëri janë vjedhur zgjedhjet, që në Shqipëri ka një parti shtet. Është përdorur 3-4 herë duhet fjala partia shtet. Po. Sonjë, keni prova, keni një fakte, shmëndësi për opinionin, shkoni në drejtësi, bëni marrëveshje me drejtësinë, bëni një të nduar, tregoni çfarë dini. Ajo flet për korrupsion, ajo flet për abuzim nga nënpunësit e lartë, krijimin e një shteti në vete, partia shtet. Pra, është një letër që është e mirë përsa e përket konstatimit, konstatet për dimendim që janë të frikshme nga ana një element të brendshëm, se kur këto gjëra i thoshte në fushën e korrupsionit, për shembull, i thoshte ose i thot ende ai që është në Zvicër, Ameti, këta e merrnin për person që la partin, që nuk është tu, që Ahmeti, tani kjo vjen nga elementi që brenda partisë, që të nxjerrë eksakt diskursin e opozitës dhe diskursin narrativën që edhe në letër ose Beodiri në raportin e tij mbi zgjedhjet. Nga ana tjetër pastaj është një letër që më tepër thash kufizohet tek konstatimet, por nuk shet as edhe një propozim konkret. E ka bërë si një harpim, pjesa parë, pse 2 pse 3 në disertacion të ose një ekspoze. Por brenda bësh pjesë, do të thënë se çdo pjesë sjell një element të ri. Ai s'ka si një element të ri, bën vetëm konstatime, kjo nuk shkon, por bëra pak ironi me drejtsinë. Por s'ka, si do ndërgjë këto gjëra? Çfarë propozon ajo? E partia propozon të bëhet kongres, propozon të bëhet një statut siri. Njëti propozimi i saj është ai në lidhje me sistemin zgjedhor, që kaloi në proporcional kombëtar, që kërkon protesta. Vetëm gjë që është që propozon. Po të rastet të kërkoj të bëhet pjesë e komisionit zgjedhor pra tek Gjinuri dhe Bylik Bashi të shkodet. Deputete është, thotë unë kam qef marrë pjesë në komision dhe ta çetë propozim. Por nga ana tjetër s'ka as edhe një propozim konkret, asgjë konkrete. Janë shumë deklarata qëllimesh të mira. Kush mund të të kundra, qëllime të mira? Kush mund të të kundra që të ndahet partia nga çeti po qysh si të bësh? Megjithatë, Burimi dhe Koka, çështja është, a mund të ishte Spiropali një Ahmetaje pa ratisur brenda Partisë Socialiste dhe po vazhdon në këtë rrugë, apo po bëhet si ato ish deputetët që ishin fraksioni i Veliajt që e mbyllën gojën me një post të vogël, diku drejtor, diku në një gjë më shumë. Koka dhe më pas Burimi. Shiko, para punës, ne nuk mund të heqim, po i themi, nuk mund të heqim meritën e zonjës Spiropali që është duke folur. Partia Socialiste deri tani ka qenë një shkretëtir mendimi dhe veprimi dhe artikulimi. Dhe ka qenë partia e njerëzve që përtisin Skënderbeu edhe deklaratat e kësaj natyre, sigurisht kjo ka qenë. Pra, zonja Spiropali nuk është fshehur nga kjo gjë. Por në një moment caktuar, në një pikë caktuar, për gjithë arsyet e botës, ajo ka vendosur që kjo